bekojen i Zotin, surrexit Kristus, Alleluja. Ëngjëjt e Zotit bekojen i Zotin, cantate Domino, Alleluja. Surrexit Christus, Alleluja. Cantate Domino, Alleluja. Die dhe hën bekojen i Zotin, surrexit Christus, Alleluja. Hyjet e qiellit bekojen i Zotin, cantate Domino, Alleluja. Surrexit Christus, Alleluja. Cantate Domino, Alleluja. Të gjitha krijesa bekojen i Zotin, Surrexit Christus, Alleluja. Fuqit e Zotit bekojen i Zotin, Cantate Domino, Alleluja. Surrexit Christus, Alleluja. Cantate Domino, Alleluja. Në mentatit e Birit dhe të Shpirtit Shenjtë. Hiri i Zotit tonë Jezu Krishti, dashuria e hyhat, dhe ndikimi i Shpirtit Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Vazhdoj këtë kremtimin e shenjtë në gëzimit e Pashkëve, jemi në mes të kohët të Pashkëve, edhe kremtoj ditë mas ditë të rritur në ndërgjegje që Zoti as duke vepruar me ne e mes nesh. Në komuniteti e madhe e Kishe Katolike është një moment veçantë që ka si emër latin sede vacante, do me thanë sedia bosh, e flitet për sedia e Pietrit. Ne dim që vdekja e Papa Francesku ka dhënë kjo boshtleku në Kishë, por mungesa e papes nuk ka së mungesa e Krishtit, as mungesa e Shpirtit Shenjtë. Do me thanë se sedia as bosh për çka as përfaqësues e Zoti mes nesh, si ai që vazhdon shërbimin e Pietrit si shenjë njënësisë, por Zoti nuk ka pushuar me vepruar, edhe kolegji të kardinalëve që ashtë mblelu ashtë një shenjë që Kisha në mënyrë kolegjale vazhdon jetën e vetë. Ashtë një fazë e na tregon se Zoti vepron në mënyrë të ndryshme mes nesh, por kur në dhanë pa drejtim, pa mbështetje. Një shenjë tjetër e bukur në komunitetin tonë familitare janë pakëzime që edhe sot të kremtojmë me 3 fëmijë që janë të ndjekë katekizme e që në këtë moment e kanë gëzimi se bashku me familjen e tyre për me kremtuar sakramenti e hyrjes në jetën e krishterë. Ne shoqërojmë me lutjen tonë, me mbështetjen tonë, edhe me duke siguruar sa më shumë që do të jemi afer, patjetër se detyra e parë kanë familjat, në të cili lindë, jo vetëm jeta toksore, por e jeta hynore, e njëkohësisht edhe ata katekistat, motrat Nën Tereze që ka kujdes për fëmijët atje në Kozërkuq, Wendi që të ne e ka si katekistja Joana, e që janë ata që shoqërojnë emën tonë si famulin esja të fëmijëve në të sakrament ka që rëndësishme.
E tani për me qenjën e ne denjë për të vepër, për të dëshmin, kërkojmë faljen për mungesat tona, për mungesa që kemi, për mëkate që kemi bane këtë kohë. O i rëfehen, hyj të gjipustetshëm dhe juve o vlezër e motra, se kam kaknuar shumë me mendime, me fjalë, me vepra dhe me dëshime, për fajin tim, për matë malin fajin tim. Prandaj po i porositen se lumes Mari, gjithmonë virgjër, të gjithë engjërve, shenjtërve, dhe juve o vlezër e motra, që të luteni për mua, Zoti ty i tomë. Hyj i gjipustetshëm pas me shirë për ne, na i falë me kate tona dhe na përcjell në jetën e pasosur. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. E pace njerëzve vullmet mirëmbitor, ne po te levdojmë, po te bekojmë, po te adhurojmë, po te malerojmë, po të falenderojmë për lavdin tante pa kufi. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Zot mbreqeror hyhati gjipustetshëm, Zot mirin e lindur Jezu Krisht, Zot i qenqi hyj biri hati, ti që shye mëkatet e botës, i mëshirë për ne. Ti që shye mëkatet e botës, pranoje lutjen tonë. Ti që rinet e djathën e hati, ki mëshirë për ne. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Sepse vetëm ti je shenjti, vetëm ti je Zoti, vetëm ti je te jetë larti, o Jezu Krisht, se bashku me shpirtin shenjt, në lavdin e hyhat. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in
in excelsis Deo. Te lutemi, le te galdoj per erho hy popoli hyt, sepse ti ja për të rritë rinin e shpirtit, le pasitin a jafeve dignitetin e birësimit, bëjtë pres me shpres të sigur ditën e ngjalljes, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin ton, që me ty jetojnë mbretëron në bashkim me shpirtin shenjt, hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, i sollën apostujt i qitën para Këshillit të Lartë. Kryeprifti i pyeti: "Po, a nuk ju kemi urdhëruar zyrtarisht që të mos mësoni në atë emër?" Dhe ja, ju e keni mbushur mbar Jeruzalemin me mësimet tuaja dhe doni ta ngarkoni mbi ne gjakun e atij njeriu. Pjetri dhe apostujt përgjigjen: "Duhet më tepër të dëgjohet hyi se sa njerëzit. Hyj etërve tanë e ngjalli Jezusin, të cilët ju e vrat duke e guzhduar në kryq. Ky është ai që hyi, në të djathtën e vet e lartësoi dhe e bëri prijes e shëlbues për t'i dhuruar Izraelit hirin e kthimit e faljen e mëkateve. Për këtë ngjarje jemi dëshmitar ne dhe Shpirti i Shenjtë, të cilën u dha hyj atyre që i nënshtrohen." I thirrën apostujt, i rrahen me frushkuj, urdhëruan që të mos flasin më në emër të Jezusit dhe i lëshuan. Apostujt e lëshuan këshillin plot gëzim se që çmuar të denj të durojnë ndonjë fyrje në nder të emrit të Jezusit. Dhe çdo ditë, si në tempull, ashtu edhe në shtëpi, nuk pushonin duke mësuar e shpallur lajmin e mirë mbi Jezusin Mesi. Fjala e Zotit. Falenderoj ty. Të madheroj o Zot, sepse më shpëtove. Të madheroj o Zot, sepse më shpëtove. O Zot hyjim, unë të thira e ti më shërove. Ti, o Zot, ma nxore shpirtin nga nën toka, më ktheve në jetë që të mos zbres në varr. Së bashku. Te lavderoj o Zot, sepse më shpëtove. Këndoni Zotit ju o besimtarët e ti, falenderojeni emrin e shenjtë të ti, sepse një qas gjatë hidhërimi i ti, e tër jetën dashamirësia e ti. Mbrëmja vjen me lot, e mëngjesi plot hare. Te falenderoj o Zot, sepse më shpëtove. Më dëgjoj Zoti e pati mëshirë për mua. Zoti u bën ndihmëtari im. Ti vajnë ma ktheve në valle. Ma zgjeshe ngrathorën time e më ngjeshje me hare. O Zot, hyjim, do të lavdëroj për amshim. Te lavderoj o Zot, sepse më shpëtove. Lexim prej zbulesës së Shën Gjonit Apostoll. Unë Gjoni në vegim dëgjova shumë zëra engjësh
për rreth fronit. Gjallërove dhe udhëheqësve ishin 10, mira 10 mirash e mira mirash. Brohorisnin me zë të lartë. I denë është qengji i prerë të marë pushtetin, pasurin, dijen, fuqin, nderin, lumturin dhe lavdin. Dhe çdo krijesë që është në qiell e në tokë, në nën tokë e në det, të gjitha në to dhe mbi to, i dëgjova duke thënë: Ati që rri në fron dhe qengjit, bekim, ndere pushtet në shekuj të shekujve. Kurse 4 gjallorët thoshin: Amen, ndërsa udhëheqësit ranë përmbys e adhuruan. Fjala e Zotit. Falenderojmë. Halleluja, halleluja, Unë gjallë Jezu Krishti dhe i shëlboj njerëzit në mëshiren e vetë. Zoti qof me ju. Lecimi i Ungjillit si pas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi prap ju deftua nxënësve në breg të dedit të Tiberiadit. U deftua kështu: ishin bashk Simon Pietri, Toma, që quhe Binjak, Natanaeli nga Kana e Galiles, bitë e Zebedeut dhe 2 tjerë prej nxënësve të tij. U tha Simon Pietri: po shkoj të gjuaj peshk. Po vin edhe ne me ty, i than ata. U nisën, pra e hyn në lunder, por atë natë nuzun as gjë. Kur zbardhi drita që Jezusi në breg, nxënësit nuk dinin se ishte Jezusi. Jezusi ju tha: djelmosha, a keni ndo pak peshk? Jo, përgjigjen ata. A ju i tha: qitë një rjetën e anë të djavës e lundres e do të gjeni. Ata e heholin e nuk mund të nxirrnin aq unë kargua me peshk. Atëra i nxënësi të cili Jezusi e donte, i tha Pietrit: është zotëria. Simon Pietri, si dëgjoi se është zotëria, u mbështol me peknun e sipër, sepse ishte i zhveshur, dhe u hol në det. Nxënësi tjerë erlen e lunder duke hequr jetën me peshk, sepse nuk ishin larg bregut, kun 200 kut. Si dolen në tokë, pan zjarri me prush e mbi të peshk le buk. Jezusi u tha: bini ndonjë nga peshqi që zytani. Atëherë Simon Pietri hypi në lunder, e nxori në tokë rjetën plot me peshk, 153 peshq të mëdhenj. Le megjithse ishin aq shumë, prap nuk u shtyë rjeta. Jezusi u tha: ejani e hani.
Askush prej nxënësve nuk pati guzim ta pyes: kush je ti? Sepse e dini mirë se ishte zoteria. Jezusi u afrua, mori bukën e u dha. Po ashtu edhe peshkun. Ishte kjo hera e tretë që Jezusi u deftua nxënësve të vet, pasi u ngjall se vdekurit. Pasi hengre me mëngjesin, Jezusi e pyeti Simon Pietrin: Simon Gjoni, a me do ti ma shumë se këta? Po, zotëri, përgjigj, ti e di se të dua. Kulloti qengjat e mi, i tha Jezusi. Prape pyeti të dytën herë: Simon Gjoni, a me do ti mua? Po, zotëri, ti di se të dua, i përgjigji Pietri. Kulloti deret e mia, vjoj Jezusi. I tha për të tretën herë: Simon Gjoni, a me do? Pietri u trishtua pse e pyeti për të tretën herë: a me do? Le e përgjigji: Zotëri, ti di gjithçka, ti e di se të dua. I tha Jezusi: Kulloti delet e mia. Për një men po të them, kur ti ishe ma i ri, e ngjeshe vetveten, le shkoje kartdoje, po se kur të plakesh, do t'i hapesh duart e një tjetër do të ngjesh e do të qoj ku ti nuk dëshiron. I tha këto fjalë për t'i lajmëruar se me që vdekje do të lavderon të hyun. Mande i tha: me ndiq mua. Fjala e Zotit, lavdi ty, o Krisht. Si na defton vetë Gjoni në fillimi Ungjilli, Jezusi e le një herë, për të tretën herë, deftohet nxënësve mas ringjalljen e tij. Për këtë arsye jemi duke lexuar të pjesët e Gjonit pikërisht në këtë periudhë mas Pashka, sepse është momenti më i përshtatshëm me kuptuar mesazhin që është brenda fjalët që ai na transmeton. E kuadri është një kuadri shumë familjare. Simon Pietri, së bashku me ata nxënësit që pjesa më e madhe që kishi shoqëruar, nuk janë akoma 12, po janë disa prej tyre, janë duke kërkuar me refiluar një jetë normale, masë që ka nxjerrje të Pashkëve, nxjerrje keq çuditshëm. Akoma nuk din si kanë për me vazhduar ekzistencën e tyre. Çfarë rast drejtimi i ri që duke merr, por do ta kuptojnë gradualiste, sidomos nga çka kemi lexuar sot. Ata që bajnë? Që ka banë gjithmonë? Theke mbrapa, e kërkojnë barka, e filon me ba peshkatare, si ka qenë në fillim para se Krishti i kishte thirrur. Duke një jetë që refilon nga diçka që ka ndodhur në kokën e kaluar. Por me takimi i Krishtit, me takimi i ringjallurit, kjo aktivitet humbe kuptim si një lidhje me kokën e kaluar, kthehemi mbrapa për me ba që kemi ba gjithmonë para takimi me Krishtin, për me merr një kuptim tjetër. Është një shikim mbi armen. Jezusi me fjalën e tij, me prezencën e tij, ban kjo aktivitet që është e gjuajt e peshkut, si një profeci për armen e misionin e tyre, të apostujve, edhe për misionin e kishës. E, sidomos lidhur me sakramenti veçantë që kremtoi sot gjatë meshe, që as pagëzimi, edhe një profeci që ne na shqyrton apo një katekese mbi realiteti i pagëzimit si përmbledhje e misionin e kishës. E kemi dëgjuar, besoj se nuk është erë e pare, keni këtë fjalët në vesh e besoj edhe në mendje.
Çfarë janë shenjalet që duke me kujtuar e me kultuar për me fut brenda në kuptimin që ka çështja, që nuk ka thjesht një mrekulli. Jezusi vjen, ban diçka jashtëzakonshme, përpara nuk kam peshkuar, tani peshkojnë, nuk ka kjo kuptim. Kuptimi është një katekezë mbi misionin e kishës. Do me thënë se deri kur ata nuk e njohin e nuk pranojnë në vërtet plotësisht feja në Kristi si i ngjallur, jo si mesues, jo si profet, jo si njeriu që bën mrekulli, por si ai që është i ringjallur, nuk ka mundësi për me filuar misionin e tyre. Për të arsye, zotëria afrohet, Jezusi afrohet, jep një udhër, e ata, në momentin e të cili njohin kush është zotëria, atëherë fillojnë me realizuar misionin që kanë. E kjo mision është pemblelu në gjestet që janë duke vazhduar. Gjestin e parë, nëse mungon feja e Kristi si i ngjallur i pranishëm në mes të tyre, rjetat i qenë kot, nuk kapen asgjë, sepse në këte moment rjetë është çka ata e kanë në duart për me realizuar misionin e tyre. Misioni nuk zhvillohet nëse Krishti nuk ka si pranishëm e i veprues, sepse ne veprat e tyre si apostuj vepron vetën Krishti. Nëse nuk është ashtu, vepra e tyre është një vepër krejtësisht njerëzore që nuk ka efekt. Për të arsye, në fazën e dytë, mas që kam pranua fjalen e ringjallurit, edhe nëse nuk kanë kuptuar akoma kush është plotësisht, do ta kuptojmë më një herë, rjetë e ka efekt. Allora, çfarë është kjo rjetë? Në simbolizimi me duket se rjetë është njëkohësisht vepra e ungjillëzimit. Çfarë është? Shpalja e Jezu Krishti si ngjallur. As kjo rjetë që hiqet në botë për me ofruar një mjet shpëtimi për njerëz. Kjo rjetë është diçka që ka mundësi për me pëmbledh njerëzve që janë shpendar e për me bashku së bashku në një vend shpëtimi. Atëherë këtu duke me ba një shpjegim se për peshq rjetë nuk është një mjet të shpëtimi, po është mjetën të cilë janë gjuajtur e humbe jetën në favorin tonë. Por tu kemi të i kalon për masat natyrore për me tregua diska tjetër. Kush janë e çka janë këta peshq? Në ndryqon fakti se Gjoni në mënyrë shumë ezaktë tregon numri 153. Pse jo 150 që është marru mbulak, ose 155, jo 153, sepse atëherë kjo numër nuk është një vlerë matematik, por një vlerë simbolik. Çfarë është shembull që është shekur në këtë numër? Sipas interpretimet të biblistëve, normalistë, kuptohet se në kulturën e kohës, kultura e Gjonit, kultura të ungjilltarëve, bindja ishte se njerëzimi mbar ishte formuar nga 153 popuj. Do me thënë që nuk jemi të folu për peshk, jemi të folu për njerëz. Peshk simbolizojnë diçka tjetër. Për të arsye, një rjetë që për peshqet është iqa nga ujë, e do me thënë është vdekja, në raste se janë njerëz, iqa nga ujë është shpëtimi në jetë. Për të arsye edhe ujrat këtu merë shembuli i pagëzimit. Do me thënë se këtu kemi pëmblelu të gjitha veprimtari themelore që formojnë misionin e kishës, misionit e apostujve që trashëgohet edhe neve si kishë. Misionin ton është me ungjillëzuar duke hiq kjo rjetë ashtu në mes të njerëzve, në mënyrë që sa më shumë e
destinimi as për të gjithë, jo për disa, por për të gjithë popuj, për të gjithë njerëzit, do të jenë pëmbledhur nëpërmjet fjalën, nëpërmjet rjetë, në këte rjetë që as njëkohësisht edhe kisha që duke kaluar nga ujë ta iqë në shpëtimi. E këtu është sakramenti i pagëzimit. Sakramenti i pagëzimit ne më vonë do ta lëshojmë disa pak ujë në kryhet, se simbolizon një përmbytje fatikisht e ujit. Po shpëtimi nuk vjen nga fati që futet njeriu në ujë, por fati që dal jashtë nga uji, mas që ka shkuar brenda. Kjo është peshkimi që bëhet, për shpëtimit. Atëherë, vërtet kemi tu një çfarë lloj shembulltyr për jeta e kishës në armen. Atëherë, në këtë moment, apostoli do të fillojnë me kuptuar çfarë është armen. Jo me hap prapë firma familjare për gjujtjet e peshk, e për me vetëm për mbështetje familjare nëpërmjet kjo aktivitet, që është një ecje mrapa, por një ecje përpara. Një ecje që në Ungjillin e Mateut e kemi me fjalët e tjera, kur Jezusi e sërret apostoli duke thënë nuk do të jetë më peshkatarët peshkut, por peshkatarët e njerëzit. Dakor. E Gjoni na paraqit kjo realitet si një figurë që na tregon edhe neve çfarë është kisha në thelbin e vetë, çfarë është ecjen tonë për me pranuar shpëtimin që vjen prej Zotit nëpërmjet ungjizimi e kishës e komunitetit që formon kisha si një rjetë që na lidhe njëri me tjetrin, e njëkohësisht na tregon edhe çfarë është dëshmimi tonë e veprimtarinë tonë në botë për të gjithë njerëzit, jo vetëm për disa, jo vetëm për një pjesë, jo subjekti e ungjillëzimi as do njeriu si njeriu, pavarësisht nga raca, nga gjuhë, nga mosha, nga natyra, nga gjende, nga çdo gjë. Nuk ka ndarje, të gjithë janë thirrur. Çdo popull, nuk ka popull që janë më të denjë, popull që nuk janë më denjë. Nuk ka popull që janë privilegjuar e popull që nuk ka privilegjuar. Por ata që kanë privilegje kronologjik janë ata që kanë më shumë detyrë për një dëshmi më i pastër për me ardhur e për me gjuajtur rjetë atje kur akoma nuk ka ardhur. Për të arsye vazhdojnë me këtë shpresë duke shoqëruar edhe kisha në këtë momentin të cili nëpërmjet ata që kanë këtë detyrë është mbledhur për me zgjelur ai që vazhdon misionin e Pjetrit, e kemi dëgjuar përpara. Çfarë është njeriu i aftë për me vazhduar misionin e Pjetrit, ai që njëkohësisht si Pjetri e ka mundësi për me thënë vetëm kjo fjalë: a me don ti, po të dua. Të dua. E të dua deri në fund, sepse nuk e di çfarë idea kemi për misionin e papes, që është i peshqvi i Romës në ranën e parë, por me duke se fjalët që Jezusi profetizon për Pjetri, është që ka ndodhur çdo herë që një njeriu në pikurinë e tij njerëzore, ndoshta një pjesën e fundit të jetës së vet, përpara me menduar për pensioni e për me gëzuar fruti e një jetës, fillon me punuar në këtë mënyrë, kur ti ishe më i ri e ngjeshe veten, e ka catua ti ku kishte për me shkuar, çfarë është rrugën tënde, aktivitetin tënde, e të shkoj ka të doje. Njeriu që ban papën nuk shkon ma ku doj ai, e nuk ban ma që don ai. Ne e vendos në ranën e parë nevojat e ti personale, ndoshta edhe me drejtë, ose për moshë, ose për punë të tjera. Por ku të plakesh në pjekurin, ti du të hapesh duart përballë vëllezërit tuaj kardinal, se janë ata që ta ngjeshin tani e ta detyron për diçka për të cilin ti nuk e për me menduar se kom në pushim,
ose një vend komod, por në një shërbim kaq vështirë, kaq llojshme, por kaq i madh për këtë arsye, që ban që ti do ta realizon fjalët e fundit që thotë Jezusi, kur të tha, me ndiq mua, po Jezusi kur thotë ati, as duke folur, vjen me mua në kryq. E Pietri, ne dim nga burimet kishtare, vdiq si Jezusi në kryq, por veç se e ka preferuar për me qenë përke ka mësuar vetën jo i denjë si Jezusi, me qenë kryqëzuar në mënyrë normale, me kry poshtë. E kjo është misioni i Papës, që ofron jetën e vetë deri në frymën e fundit, e kemi pasë shembull e Papa Francesku, proprio tani, deri në frymën e fundit, mendoni se një ditë përpara vdekje, disa ora përpara vdekje, ishte në mes popullit në sheshën Shën Pietrit, për me pa popullin e Zotit edhe një herë, e ka qenë herën e fundit. Kjo është misioni i Papës, për të arsye, mesojmë me dashur kjo figura për mbajtje, për ministerin, për lodhje që pranon në momentin e cili është zgjedhur, kërkojnë se zgjidhet dikush që vërtet e don Krishti deri në fund, pa rezervë, pa kusht, se për njerëz të tillë që as ngjashen me Krishtin kemi nevojë. Qofle dy Jezu Krishti. Riti për fëmijë që janë në katekizëm është fije ndryshe nga riti të forgjave sa po lindur. Për të arsye do të jenë edhe ata protagonistë së bashku me prindërit dhe me nunat për përgjigjet edhe momentin e pagëzimit. Por edhe ne, si bashkësi që pranon ta fëmijë mes nesh në mënyrë plot, për të arsye në rallën e parë bajnë ne dëshmin tonë në fe që kemi pranuar, në këtë fe që sintetizohet në fjalët që ka thënë Shën Gjoni drejtuar Pietri, është zotëria. Jezusi është zotëria. Vlezër e motra, pas një përgatitje të gjatë tani do të marrim pagëzimin. Të thirrur nga hyj në një jetë të re, do të bëhen të krishterë. Ndihma jonë në fe që i kemi ofruar atyre deri tani, nuk do të përfundoj me pagëzimin. Në vend të parë ju prindër që tani i shfaqni njëzimin tuaj për pagëzimin e tyre, do të jeni përgjegjës të parë të edukimit e tyre. Edhe ne që i kemi përgatitur për këtë takim me Krishtin, do t'i ndihmoj në rjetën e fesë. Për këtë, para se ata të bëjnë paranesh dëshmin e fesë, të gjithë në mënyrë të përgjithshme, ripërtrim para tyre dëshmin e fesë sonë, që është feja e të gjithë kishës. Së bashku. Besoj në hyj atin e gjithë pustetshëm, krijuesin e qiellit e tokës. Besoj në Jezu Krishtin, birin e tij të vetën Zotin ton, i cili u zu për virtyt të Shpirtit Shenjtë, lindi prej Virgjës Mari, psoi mundimet në Poncin Pilat, u kryqëzuar, vdiqe u varros, zbriti në mbretërinë e vdekjes, të tretën ditë u ngjall prej të vdekurve, u ngjit në qiell, rinë të djastën e Atit të gjithë pustetshëm. Prej aty do të vi për të gjykuar të gjallët të vdekurit. Besoj në Shpirtin Shenjtë, kishën e shenjtë katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e trupit, jetën e pasosur. Amen.
E tani Wendy e Ryan e Edison e Ergison, ecco, e kanë shkuar për po tani. Përpara se të pagzoheni para kishës, bini mohit djallit dhe dëshmoni fen tuaj. Fort e dashur, keni kërkuar pagëzimin dhe keni kushtuar shumë kohë për përgatitjen tuaj. Prindërit tuaj i kanë dhënë pëlqimi dëshirës suaj. Katekiste, shokët e miq ju kanë ndihmuar të gjithë sot e të gjithë sot ju premtoj shembullin e fesë së tyre, le ndihme e tyre vllazërore. Tani me besim para kishës bëni dëshmin tuaj të fesë dhe do të pagzoheni. A i bini mohi djallit e të gjitha veprave josheve mashtruese të tia, a i bie mohit nga gjimive të së keqes që mos mbizoteroj mbi ty mëkati, a i bie mohi djallit që as autori dhe princi mëkatit, e tani përforcojnë në këte bindje shprehjen e tyre me vajimit e katekumenve, që është shenjë e luftimi kundër forcët të keqes për me realizuar kjo mohim që keni shpalur tani. Ju forcoft fuqia e Krishtit shpëtimtar, në shenjën të cili po ju luaj me vaj të shpëtimit, në për Krishtin Zotin ton që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. A besoni në hyjhatin e gjipustetshëm krijuesin e qiellit e tokës? A besoni në Jezu Krishtin, një të vetmin birin e tij Zotin ton, të lindur prej Marisë Virgjër, që psojle që varrosur ngjallë qëndronë të djastën e Atit? A besoni në Spiritin Shenjtë, në Kishën Shenjtë katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjarjen e trupit, dhe jetën e pasosur? Kjo është feja jon, kjo është feja e kishës, asnjëherë për ne ta dëshmojnë në Jezu Krishtin, Zotin ton. A doni pra që tani ju pagëzojmë? Po, mirë, o finon maj mali. Ergison, unë po të pagëzoj në emën të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Raja, unë po të pagëzoj në emën të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen.
Wendy, unë po të pakzoj në menteatit, të shpirtit, e të birit, e të shpirtit shenjt. Amen. Tani disa rritet plotësojnë, më mirë deftojnë vepre shpirtërore që pagzimi e ujpagzimore ka realizuar në shpirtin e tyre. Në ranën e parë është që janë persona krejtësisht shuguruar Zotit në jetën e Trinisë së Shenjtë. Krisma. Hyj gjipustetshëm ati Zotit ton Jezu Krishti, ju rilindi nga ujin e nga shpirti shenjtë dhe ju la faljen e të gjitha mëkateve, duke ju bashkuar me popullin e tij. Ai vet ju shuguron me krizmën e shpëtimit që të përtrirë në Krishtin prift, profet e mbret, të jeni gjithmonë gjymtyr të trupit të tij për jetën e pasosur. Amen. Tani, jeni bërë krijesë e re, le jeni veshur me Krishtin. Merrni pra veshën e bardhë, le mbajeni panjoll deri në gjyqin e Zotit ton Jezu Krishti, për të pasur jetën e pasosur. Amen. Atëherë, dorëzoni neofitëve shembullin e dritës. Jeni bërë dritë në Krishtin, ecni gjithmonë si bitë të dritës, që duke qëndruar në fe, të mund të shohin, të shkonin në takim Zotit që po vjen, me të gjithë shenjtërin e mbretërinë e qerive. Amen. Ashtu u kry, por nuk ka kry ecja fidestare në jetën e Krishterë, që vazhdon kur do të marrë sakramenti e kungimit e në fund vulla e fundit që është kresmimin e shenjtë. Mirë, e pranojnë këta fëmijë tani prapë me një gjeste, një dorëtukitje, si shenjë.
Vlezër e motra, ti lutemi Zoti që në jetën tonë të përditshme të shkëlqej gjithnjë e më shumë mesazhi i Krishtit të ngjallur, fitues mbi mëkatin e mbi vdekjen. Të lutemi së bashku e të themi: O Zot, na dëgjo. O Zot, na dëgjo. Për pasardhësit e Pjetrit, që në kishë të jetë shenjë bashkimi dhe mirësisë, dhe të di të bëhet zëri i të vetmit besim, të lutemi. O Zot, na dëgjo. Për misionarët dhe ata që përhapin ungjillin dhe që shpallin Krishtin në situata rreziku dhe përndjekjeje, që të ndjejnë fuqinë e Shpirtit Shenjtë që na detyron që të mos heshtim, të lutemi. O Zot, na dëgjo. Për të gjithë të krishterët që të jetojnë shpirtin e ungjillimit me një besim të ri për të rirë dhe shpresë ta dëshmojnë me vërtetësi, të lutemi. O Zot, na dëgjo. Për shkollat katolike, që të mund të angazhohen në rritjen dhe shpërndarjen e kulturës, së përgjegjësisë dhe të solidaritetit, sipas mësimeve të kishës, të lutemi. O Zot, për kolegjit e kardinalëve që nën ndikimin e Shpirtit Shenjtë na zgjel një bariu i mirë për tan popullin e botës, një bariu që promovon misionin e kishës e ungjillimin e botës, të lutemi. Pranoj lutjet tona o atë, ti që në fuqinë e Shpirtin Shenjtë që jepi jetën, na ban të besojnë në Jezu Krishtin e ngjallur, na bëj të denjë të jetojnë misterin që kremtojnë në për Krishtin Zotin ton. Amen. Krishti është rinjall, vdekjes tuj dal për val, na kaloj pikrimi, dita goj gëzimi, Alleluja. Na kaloj gëzimi, dita Lutuni o vlezër e motra që flija ime dhe juaja të dale për qysme para ky hati të gjipustetshëm.
Pranoj o Zot lurata I kishe satën e fest, dhe pasi je ti shkaku I gjithë këtij gëzimi, jepi edhe frytin e harese përhershme në për Krishtin Zotin ton. Zoti qof me ju, dhe me shpirtin tënd. Ti lartësojnë zemrat, I kemi të Zotit, te falenderojnë Zotin hyjim ton. është punë e drejt, për një men tash punë e drejt, është e thyona le burin shpetimi, te te levdojnë ty o Zot në çdo kohë, por sidomos e maleroj me harene këte kohë, kur u flyja Krishti pashka jon. A I nuk pushon se fliuari për ne, le në mbron duke mbend mesua për jesis para teje, njeri fliuar ma knuftes, njeri vrar jeton për amshin. Prandaj njerëzimin e mbarboten nga ldom me hare plot të pashkeve, por edhe fuqite për me në pushtetet e nxelore, e këndoj himni e lavdisate, duke them pa pushim. Shej, 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 është e Zoti hyj gjithësisë, qeli e toka, janë plot me lavdin tënde. Osana, Osana, Osana në lartësin qelore. Osana, Osana, Osana në lartësin qelore. bekuar Qofta I që vjen në emër të Zotit. Osana, Osana, Osana në lartësin qelore. Osana, Osana, Osana në lartësin qelore. Me të vërtet je shenjtë o Zot, dhe është e drejtë të levzdoj çdo krijesë, sepse ti në përbirin tanë Jezu Krishtin Zotin ton, e me veprën e fuqishme të shpirtin shenjtë, jep jetë le shënteron gjithësin e vazhdon të baskosh, rreth vetes popullin që nga lindje e djelit e deri në Perëndim, të kushtohen në nder të emrin tandë, flia e panjohur. Prandaj, o Zot, po të lutemi me përvujtëri, dhe njohu t'i shënterosh me fuqinjet e njëti shpirt, to lurata që I sollen për t'i kushtuar ty, që të bahen korpi e gjaku I Zotit ton Jezu Krishtit, I cili na udhëroi t'i kremtoj to mistere. A I vetë atë natën e të cilën që traltuar, mori buken, të falenderoj, e bekoj, e theu, volanzansve të vetë le tha. Merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të fljohet për ju. Po ashtu pasi kur I darka mori dhe kelkun, të falenderoj e bekoj, volanzansve të vetë le tha. Merrni e pini të gjithë prej ti, ky është kelku I gjakut tim I bezdidjes së rerit e anshuar,
që të derlet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bojni këtë në përkujtimin tim. Misteri fes, kur do hërqe han, prej saj buke e lepin, prej ktike kun, ne kontojmë dhe kjen tande oso, edhe presin artjem tante. Prandaj o Zot, duke përkujtuar mundime shpetintare të birin tënd, sjellë ngjalljen e tij të madhërueshme në të ngjitjen e tij në qiell, e duke pritur ardhjen e tij të dytë, po ta kushtojmë me falënderim të flitë të gjallë e të shenjtë. Po të lutemi o Zot, shikoje kushtin e kishës sate, le pranoje për flimet e cilën ndeshet e pajitoshe me ne, lëve që ne të cilën po ushqehemi me korpin e me gjakun e birin tënd, të mbushur me shpirtin shenjtë, të bëhemi një Krishti, një trup e një shpirt i vetëm. Në sajt e t'ju bëshim për ty një flija mshuar, që bashkë me të nxerrët e tu të fitoj lumturin e parajzës, se pari me të lume Marivirgje Hyinse, me shenjë Jozefin fatin e saj, me shenjë të rrit apostujt e ture me martir të lumë, me shenjë Antonin dhe me të gjithë shenjë të rrit me ndërmjetësinë e të cilëve shpresojnë që gjithmonë të kemi ndikmen tënde. Po të lutemi o Zot që kjo flije e pajtimit ton të vlej për paqen e shpetimin e mbarbotes, forcojen e feje dhe dashuri kishën tënde urtare mbi tokë, bashkë me shërtorin tan Papen ton Franceskun, pas dritë, me i peshvin ton Ariani, me Uldri i peshvor, me gjithë klerin tanë, si dhe me popullin që ke fituar për vete. Dëgjoj lutjet e familjes sate që ke thirrur në pranin tande. Bashkoj me ty o Ati mëshirshëm të gjithë bitet tu të shpendar në përbot. Pranoj me mëshirë pran vetes në mbretërin tande, vlezëri tanë dhe motra tona të vdekur, edhe të gjithë të drejtë që në paqë me ty kaluan nga kjo jetë, ku shpresojnë si edhe ne bashkë me ta do të gëzojnë për gjithmonë lumturin tande, në për Krishtin Zotin ton, në për të cili je për botesh do të mirë. Në për Krishtin e me Krishtin lene e Krishtin, ty ho aty gjipustetshë, në bashkim me shpirtin shenjë, të qofton dhere e lavdi, për të qishekuit e shekuive. Të nëzitu nga udhërishet buhesit, le si pas mesimit e ti hynor, marrin guzim të themi. Ati hyn që njene qihen, u qehen të hero, e ndryhyn, armre të hina jote, Naliro po të lutemi o Zot prej të gjitha të qiellve,
dhe për mirësinë tënde na jep paqe në ditët tona, e në sajt e mëshirës sate do të lirohemi përgjithmonë prej mëkatit e do të jemi sigur për çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume ardhjen e shpëtimtarin ton Jezu Krishti. O Zot Jezu Krishti, ju che thënë apostujve të tu, po ju le pacem, po ju ja pacen time, moshi shiko me kate tona, por fen e kishe sate. Jepi asaj si pasunetin tam, pace dhe bashkim, ti që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Pacha e Zoti qof për herë me ju. Jepjeni njëri tjetri shenën e paches. Te botës, ki më shirë për ne, o qëngji që thyhen me katet e botës, ki më shirë për ne, o qëngji Ja qëngji i hyt, ja i që thyem me katet e botës, lumë ata që janë të thiru për gostin e qëngjit. Unë nuk jam i den që në marrë pjesë në kryesën tande, por thua një fjalë të vetme dhe shpirti im do të shëroj. Sot ne këndoj me vrorin, aleluja, nuk kemi pse të rrim në zi, aleluja, se të rrit mërshëm në kaloj, aleluja, dhe dit gëzimi gëzimi që doj, aleluja. Sot ne këndoj me brori, aleluja, se
biri Zotit me lumni, Aleluja. Fuqit mizore a I theu, Aleluja. Dhe mbar njerëzimin e shpërbleu, Aleluja. Fuqit mizore a I theu, Aleluja. Dhe mbar njerëzimin e shpërbleu, Aleluja. Sot ne këndoj me brohori, Aleluja. Nuk kemi pse të rrim në zi, Aleluja. Se të ritmërshëm në kaloj, Aleluja. Dhe dit gëzimi që doj, Aleluja. Se të ritmërshëm në kaloj, Aleluja. Dhe dit gëzimi që doj, Aleluja. Sot ne këndoj me brohori, Aleluja. Se biri Zotit me lumni, Aleluja. Fuqit mizore a I theu, Aleluja. Dhe mbar njerëzimin e shpërbleu, Aleluja. Fuqit mizore a I theu, Aleluja. Dhe mbar njerëzimin e shpërbleu, Aleluja. Sot ne këndoj me brohori, Gjithë bashku. Aleluja. Nuk kemi pse të rrim në zi, Aleluja. Se të ritmërshëm në kaloj, Aleluja. Dhe dit gëzimi që goj, Aleluja. Se të ritmërshëm në kaloj, Aleluja. Dhe dit gëzimi që goj, Aleluja. Te lutemi. Shikoje me mirësi o Zot popullin tanë, që përtrite me sakramentet e përjeshme, dhe arrin gjallin e trupin e lavdi, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Disa lajmëret për jeta I përgjithshme e familjes. Mas meshë, fëmijët vazhdojnë me katekizëm edhe katekumenet, me kondori, ndërsa ata të rritur që ka ba me mua e me mondi, tani kemi mbyllur faza e parë, se tani kemi edhe disa angazhimet e tjera, e do të rifinojmë ma vonë. Per çka I përket muj maj, sepse një muj veçantëris kushtuar një lutje veçantë zojnë me ndërmjetësimi e zojës Mari, kemi në kishë përveç ditë ndjell, kemi çdo ditë ruzaren e shenjtë për bashkët, kush dëshiron, por ata që nuk ka mundësi, është mirë me
recitua familjarisht, personalisht ose familjarisht, më mirë akoma në përshpit. Ne këtu kemi rozar në orën 5 masdit. Përveç ditën e martes, që është 5:30, për arsye që në orën 6 ka meshën e shenjtë, si gjithmonë. Ashtu vazhdojnë edhe adhurimi i sakramenti në ditën e premte. E në ditën e premte fillojnë me rozar këtu në kishë në orën 6, me falni, tani kemi shpostuar në orën 7, në orën 7 fillojnë rozare këtu, e mas vazhdojnë në salonin mas kishë me adhurimi deri në orën 8. Jo, në orën 7. Ne kemi shpostuar. Premte. Nga ore 6, e vërtet e ka sugeritori ka drejt. Në orën 6 fillojmë, deri në orën 8, pikërisht. Pjesën e parë baj rozare, si gjithmonë, dhe mas vazhdojmë me adhurimi, me animacion deri në orën 8. Asë orari e verës që zakonisht bëjnë gjithmonë. Mirë, to janë angazhime kryesore, ju ftoj për një pjesëmarrje, por në çdo mënyrë kemi mundësi për me lutur, si thot Ungjilli, në lomen e vetë, në fshetësinë e lomen e vetë, që është një shenjtënor edhe ky në të cili Zoti pranoi lutjet tona. Lutemi veçantërisht për zgjedhja e pape e ri. Ju i dini që konklavi fillon mërkure me 7 maj e do të vazhdojnë për disa ditë. Shpresojnë se diela ashme do të thojnë në lutja eukaristike emri e papa i ri. Zoti qof me ju. Ju bekoffi që pustet shëmati e biri le shpirti shenjt. Amen. Mesha u krye shkonin e pace. Mbretëreshe qelit gëzohu, Aleluja, se Jezu Krishti që e ke mbajtur, Aleluja, ta shurin gjalla shto si premtoj, Gëzohu dhe ngushëllohu